Mua bitë me thënë drejtën në Klodi, që do lullin s'pak thamë, se a i vetë nuk e tha se nuk i lejohet, që ta thotë, por a dini gjë, pse ka përfunduar dhe lullin s'pak tani, pse hyri aty, pse doli qysh tek. Sa më shumë detaje popullatës. Tani, vetëm 2 momente nëse më lejon, lidhur me akuzat që sot zoti Fatmir Mediu, ish ministri i mbrojtjes, hodhi ndaj avokatit Dorian Matia, duke konsideruar atë si një avokat të lidhur me Sorosin, mendoj që ishin jo vetëm absolutisht pa drejta dhe të pa baza, por kam përshtypjen që ishin një tentativ e zotit Mediu për të fokusuar gjithë vëmendjen nga procesi i tij. Mendoj që zoti Mediu nuk ka pse merret me avokatin dhe nuk është kjo për të mbrojtur zoti Matlia, por është në atë proces nuk po gjykohet zoti Matlia, po gjykohet Fatmir Mediu si i dyshuar për tragjedinë e Gërdecit. Kështu që kjo historia e politikanëve që sa herë janë ngushtë, hedhin akuza ndaj kujdo që u del përpara, duhet marrë fund. Për të kthyer tek pyetja juaj, thuajse në përfundim të orarit zyrtar, i shkreu i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, ju përgjigj një fletëthirrje të firmosur nga prokurori i posaçëm Alfred Shehu, i cili sipas urdhërimit të gjykatës së lartë dhe vendimit të gjykatës së lartë ka regjistruar ka regjistruar procedimin penal lidhur me ngjarjet e dhunshme, pra 4 vrasjet e protestuesve përpara kryeministrisë më 21 janar 2011. Prokuroria e posaçme është duke hetuar për disa vepra penale, duhet kemi parasysh ylli për ta sqaruar proprio. Rregullohet telefonin se del si ajo që i sajuan Fariut. Se këtu kjo popullat me këto gjëra merret, e kupton? Më futën një sajë skot më kot. Rregullojmë mbyllëm me vikjes. Pra nuk ndodhi ajo me Fariu. Në këtë rast dhe sqarove ato. Jo, po tani kemi të popullatës që përpara ka ndodhur se vjen mesazhe dhe vjen ajo zhurma që dritet telefoni, ka të them unë shkret. Haj. Atëherë, Eveja Alex Nikës ju drejtua prokurorisë së posaçme dhe kërkoi hetimin penal të gjithë zyrtarëve të lartë apo personave me profil politik, të cilës sipas saj janë të përfshirë në vrasjen e bashkëshortit. Shtetasit Alex Nika, i cili u plagos fillimisht me 21 janar dhe u dërgua për kurim jashtë vendit. Nëse ju kujtohet, gjatë procesit të mëparshëm, një proces i gjatë, u dënuan për vrasjen e Ziver Veizit dhe të Faik Myrtajt, pra për 2 nga protestuesit, Ndrea Prendi, që ka qenë ish shefi i Gardës Republikës, dhe Agim Lupo, ish gardis. Dënimet ishin qesharake, sepse ju e dini se si shkoi historia 21 janarit për plasje mes prokurorisë përgjithshme dhe kryeministrisë. Zoti Berisha në atë kohë nuk i zbatoi në mënyrë pa precedent urdhrat e prokurores përgjithshme për arrestimin e gardisëve dhe pati një përplasje institucionale. Vrasja e Hekuram Dedës dhe Alex Nikës mbetën pa autor dhe zonja pra Eveja Alex Nikës ju drejtua prokurorisë së posaçme dhe kërkoi hetimin e zyrtarëve të lartë dhe funksionarëve politik dhe publik. Prokuroria fillimisht refuzoi ta regjistronte këtë procedim penal, duke pretenduar se nuk ishte kompetente për ta bërë një gjë të tillë dhe i takonte prokurorisë së Tiranës, e cila ndërkohë e kishte qelur këtë hetim. Në vitin 2021, gjykata e lartë tha, pasi e shqyrtoi çështjen, ka qenë një seancë gjatë dhe e tensionuar, që duhet ta hetonte spaku dhe nga 2024, që është regjistruar procedimi penal numër 138, që i përkon pikërisht edhe dosjes së 21 janarit, janë pyetur një sër funksionarësh, gardist, ish gardist, persona të cilët janë gjendur në ambientet e brendshme të kryeministrisë, ku ndodhi protesta dhe demonstrata që në atë kohë drejtohej nga zoti Rama, sepse ishte kryetari i opozitës dhe ju e dini se 21 janari pra demonstrata u organizua pas video së famshme Meta Prifti, nëse e mbani mend. Video regjistrimit të bërë nga ish ministri Prifti tashmë i ndjer. Dhe Lulzim Basha është thirrur si person që ka dieni për faktin se në kohën që ka ndodhur ngjarja, ai mbante postin e ministrit të brendshëm. Dhe nisur nga një informacion dhe një detaj që ka publikuar fillimisht kolegu Artan Hoxha, por edhe xhaxhai Alex Nikës, bëhet fjalë për disa komunikime në radiot e punojësve të Gardës së Republikës, ku është diskutuar gjatë orëve të tensionit, pra përplasjes së protestuesve dhe tentativës tyre për të hyrë në kryeministri. Nëse ju kujtohet, në 21 janar një automjet tentoi që të shkatronte rrethimin e kryeministrisë dhe të futej brenda godinës dhe u qelluar në drejtim të protestuesve duke u vrarë 4 prej tyre. Dhe zoti Basha shfaqet pak përpara sulmit, shfaqet në terracën e kryeministrisë dhe për këtë arsye është thirrur së pari për të treguar të gjithë dinamikën që ka ndodhur gjatë atyre orëve të tensionit brenda godinës së kryeministrisë, kush është gjendur në godinë, pra nëse përveç zotit Ndrea Prendi ku ai shfaqet në pamje, nëse ka qenë ose jo zoti Berisha në ambientet e kryeministrisë në momentin që ka ndodhur ngjarjet,
dhe kush është personi i cili ka dhënë urdhrin lidhje me këtë çështje. Zoti Matlia e tha, ka dy momente shumë thelbësore e historisë e 21 janarit. Nëse zbulohen të plota komunikimet në radio të punonjësve të gardës, aty lehtësisht është e verifikueshme se kush e dha urdhrin për të qelluar me armë të vërteta, sepse fillimisht u qellua me plumba manovër, nëse e mbani mend 21 janarin. Dhe në fund fare, Agim Lupo, i cili ndodhe në katin asnjë, është ai kati si zero që del pak mbi tokë, po ta shikosh me kujdes vend qëndrimin e tij, qëllon me armë dhe Ndrea Prendi ka qelluar me pistoletin e tij. Pra kjo është çfarë ka ndodhur më herët. Dhe zoti Basha është thirrur pikërisht për të bërë këto dy sqarime. Së pari, nëse mund të konsiderohen si prove fort ose mundësi reale për zbardhur këtë ngjarje janë komunikimet, të cilat ne kemi dëgjuar vetëm një pjesë prej tyre, por ne nuk e dim se sa të dhëna të tjera kanë arritur të grumbullojnë prokurorët, dhe e dyta është shprehja që u hoq nga koka e Alex Nikës në Turqi. Gjatë hetimit dhe gjykimit të parë, autoritetet shqiptare thanë që ne nuk kemi asnjë mundësi potenciale dhe nuk kemi jo vetëm ekspert, por edhe laborator për të kuptuar dhe për të zbërthyer apo për të analizuar se nga cila armë ka dalë kjo predh. Ndërkohë që me zhvillimet e fundit të teknologjisë kriminalistikës e tjera me radhë, është arritur në konkluzionin që ekspertët e huaj, dhe në mos gabohem bëhet fjalë për një laborator shumë specializuar në Itali, dhe është kërkuar po ashtu edhe ndihma e Shteteve të Bashkuara, do të bëhet një rikthyrje dhe rianalizim i predhës që është mbajtur i ruajtur tek provat shkencore. Dhe nëse do të arrihet të vërtetohet se nga cila armë është gjetur, pra ka dalë kjo predh, mund të kemi një ndryshim të gjithë dinamikës së ngjarjes, por po ashtu mund të kemi edhe vërtetimin e autorësisë. Dhe këto janë dy momentet kyçe që prokuroria është duke parë. Më pas është kërkuar, sepse nëse e mbani mend, gjatë gjykimit të parë, shteti shqiptar i kërkoi ndihmë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rikthyer të gjithë pamjet filmike të serverit të kryeministrisë, i cili rezultoi fshir pas ngjarjes. Dhe në atë kohë, amerikanët pretenduan që nuk e rikuperuan, por mendohet që tashmë, të thash edhe për shkak të zhvillimeve teknologjike, për shkak të përparimit të inteligjencës artificiale tjera me radhë, mund të kenë mundësi potenciale për të rikthyer këto pamje, sepse pamjet janë jo vetëm të kamerave të sigurisë në ambientet e jashtme të kryeministrisë. Inteligjenca mund të luajë një rol këtu thotë. Po sepse kanë dëgjoj laboratorë. Jo kjo që ka krijuar Rama, jo kjo gruaja që ka ndërtuar Rama. Të lutem tani se nuk mund ta bëjmë banale. Do të thënë, duhet të jemi shumë serioz me një ngjarje që nëse vërtetohet apo për këtë kohë apo ti e thua kështu parimisht. Jo, është dërguar laborator në Itali. Është dërguar preda. Preda atëherë për ta sqaruar Ergys. Në atë kohë serveri u fshi dhe ka patur një punonjës serveri u fshi. Tani është kërkuar përmes letërporosisë tentativa për rikuperimin. Më kupton? Dhe kjo mund të ndodhë për shkak të zhvillimeve teknologjike, thonë ekspertët. A do të bëhet kjo e mundur? Unë s'jam në gjendje ta them. Po s'paku e ka kërkuar. Po, e ka kërkuar.